up, you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Si boss. Qa bot mirë? Mirë se erdhët, mirë se më gjetët. Mirë se na gjetët, zëra. Sot do ham çdo gjë që mban ky planet toksor. Që mban Boston, Amerika. Po jo çdo gjë. Do ham Gjërat më të shpifra dhe më të ndyrshme dhe më diabetikshë. Do ham çdo fast food në Boston. do provojmë fast foodet që nuk ndodhen në Tiranë, por që janë më të famshmet në Amerikë, edhe në TikTok, edhe mund t'i keni parë dhe juve. Na thoni në komentet kush do jetë ushqimi që do ju ngjalli më shumë interes, dhe që do ju ngjalli më shumë uri, edhe që doni ta hani, edhe ato do i sjellim në Shqipëri vetëm për ju. Faleminderit. Thjesht lini komente, sa më shumë komente. Për çfarë do gjeti dhe më nuk ka rëndësi. Edhe për faktin që jam me personale. Para se të nisim me fast foodet në këtë video, duam të themi paraprakisht që ne do ham një produkt nga çdo fast food, sepse derisa do ham shumë, nuk duam të ngopemi shpejt dhe ta lëmë videon për gjys. Edhe produktin më të famshëm ose më popullore. Më popullore. Oh, kur shkruajti në pse Pra do ham produktet më të famshme nga çdo fast food. Le të fillojmë. Yes. Me vendin e parë. Këtu kemi Five Guys, edhe Fiona. You can stop at 5 or 6 stores or just one. Dhe do marrim një burger, do marrim burgerin më popular që kanë. Këtu ke opsionet. Këtu kemi menun, fina bëjë ti porostin se çfarë do merret ti. Do merr një little cheeseburger. Can I get a little cheeseburger? Pickles? Can I do lettuce? Ketchup, mayo? I think that's good. Pra një burger I vodka bëri $10. Këtu po ju tregoj ambientin, është një ambient super amerikan. Këtu ke kikirika. Kapi kikirika? Bëjnë ushqimet me vaj kikiriku, skuqin patatet me vaj kikiriku. Nëse ka alergji ndaj kikirikave, je I vdekur. Wow. Atëherë, siç mund ta shihni në të djathtën tuaj, This is the story of the time I found out I have dyslexia. ata gatuajnë para syve tanë që ne ta shohim se çfarë fusin, se cilat janë përbërësit Edhe që s'pështyjnë. që s'përshtyjnë të ushqimi jo. Nuk e di nëse kjo ndodh në Shqipëri, nuk dua të shpërndaj informacion të rrend. Pa shiko, këtu mund të marrësh ketchup, krip, çdo gjë falas. Kurse ketchupi në Shqipëri ka shkuar lek 500 lek. Pra me sa po shohim këtu ka disa vizatime, le të themi të ndryshme që I vendosin klientët vet. Kushdo mund të marrë një letër dhe të vizatojë, të shkruajë, të bëjë çfarë dojë. Is that hyperpigmentation? Të shohim se çfarë do na shpiki Fiona. @Hilda me 4 hi. That's so cringe. Më duket se burgeri jonë është gati. Kira, do të filloj të bëj të kesh audiencë amerikane, më vlerëso. Për këtë janë motrat. Mirë finatisht leja ty tani dhe të fillojmë të ham se po vdes për bukë. Kjo është gjëja më cringe që mund kemi bërë ndonjëherë. Edhe këtu që po e shohim po na gjetin keq fare. Do e heqim sa tikim ne nga këtu. Dhe ja kur I kthehem në makinë me burgerin ton të Five Guys. Ne po vdesim për bukë, kështu që Edhe kemi marrë vetëm një. do e ndajmë për gjys. Se do provojmë shumë vende të tjera dhe stomakët tona të vegjël. They're so tiny and petite. They're so tiny and nuk na zënë shumë ushqim. Mund ta ham kështu, duket super mirë. Tregoj pa kamerë si duket. Duket si Krabby Patty. It's a Krabby Patty. Lingan gole 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 water. Krabby Patty. Kja ham kështu, do ham një kafshat secila që mos më ndjemi left out. Not really. Është shumë e ndryshme. That's why it's so good. Prandaj s'm pëlqej kur Five Guys, mua dhe nuk ha asnjëherë. Okej, nëse s'e pëlqej do hajmë gjithën. Jo, da mund ta ndajmë këtë pjesën të hajit çka kanë gjetur. Na marrim pjesën më të mirë ti. Është ekstremisht e mirë. Nuk e du, kafshatën e fundit gjithmonë e han vet njeriu. Njeriu? Si u hën ti e kafsh për një radhë. Po kafshët sajnë. Qa? Ka ik biskuti. Duke si peshk. Ti e peshk. Those are cute jeans. You're cute jeans. Duke si përç oqeani. Tani është momenti më I rëndësishëm. Tani është momenti I vlerësimit. Do japim vlerësim nga 1 deri në 10. Do bëjmë 1, 2, 3 dhe do japim vlerësimin me gishta. Po çka ku ti çe gishta e bëjmë me Sa do fjalë. japësh ti 20? Po. Marrim atë kamarierin që kishim ndi. Sa I kishte 6 gishta. Ishim në një restorant dje dhe kamarieri I shkret kishte 6 gishta dhe o zot më fal, kishte një gisht këtu edhe kur të zjaste diçka I gishti. Duke tërkohë sikur po ta bëte keni 6 gishta nuk ka problem. Duke tërkohë sikur po ta bëte kështu. Nuk po ju gjykojmë. Okej. I duam njerëzit në 6 gishta. Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns. Kthehemi te tema, vlerësimin. 1,
2, 3, 8. What? Sepse shija nuk ishte aq e mirë, nuk ishte kishte ndonjë gjë të veçantë, i merr atë bukën e merr në supermarket edhe e bën vet. Po bëj vet, pse merr aty? Për këtë video po marr. Shkojmë të vendi i rrafshës. People are gonna think I'm pregnant. Ja po është çikflia. Çikflia. Është emër shqip. Është emër shqip. Where is Freddy Balaj? William, emri i famshëm, William Shakespeare, del me 3 fjalë të pastra shqipe. Yll-Jam. S'ka më shqip se kaq. Chick-fil-A. Amip Chick-fil-A. Okay, grilled spicy deluxe. Chick-fil-A spicy chicken sandwich is the best ever. Okay, thjesht thuaj. Just vote, just vote. Just vote. Just vote. Nina. A mund të marr dhe patate? Jo, mos merr patate. Can I also get the waffle fries? The spicy chicken sandwich? Pina pse morë patate, fjalë do hama shumë gjëra. O, sa të na bëj rruga ne që shkojmë ke vendi tjetër. Për ju që se dini çdo gjë në Boston ose në Amerikë përgjithsisht është shumë larg nga njëra tjetra. Këtu nga location e furnit ishte 20 minuta. Po e bëjmë këtë sakrificë, po harxoj gazin. Po, kështu që bëni subscribe. Që të më paguni. Are you actually gonna post this? Yes. Chick-fil-A. S'ka më shqip se kaq. Nuk është drive-thru që ti e merr nga xhami, po vjen tipi ta jep në dorë. This is why Chick-fil-A diferencon nga. Unë thjesht po them nuk ka asnjë ndryshimi se ne prap nuk është po na bëjnë gjë neve, se ne prap do zgjasim dorën. Mirë, po është një mënyrë për të treguar që ne jemi më mirë se sa fast foodet e tjera dhe ja kanë arritur qëllimit. Kaq. Fiona? Yeah. Oh, fina ta di emrin, është fans, fina është fans. Tila bo. Po ule këtë gjën. Kemi Chick-fil-A këtu brenda. Fina thotë që është fast food më i mirë ever, por mbetet për të provuar. $9.67 marr patate dhe burger. Oh. Këto karakterizohen nga Chick-fil-A sauce, edhe në supermarkete e shesin këtë salcën. Patatja super e mirë, ka super krip siç e dua unë. Mirë në klasi. Shisian. Ah, si chega. Okej. Tani, momenti i vërtetës. Okej, pamja le për të dëshiruar. Duket shumë lame, shumë boring, duket super dry, një herë ka salcë. Nuk është dry o god. Ta lym buket me këtë hape? Ne pagujtëm vetëm për një, ta na dhën 2. Oh, le që ta dinte emrin ai. Unë e di shumë mirë që ti do duash ta hash gjithën atë, po nuk ta lejoj. Ta provojmë me para. Po. Na mbaj? Mbaj se do haj unë të shis t'jap mo. Ka shumë shihet veçantë actually, nuk e prisja. Është pule vërtet. Jo, është me vërtet pule vërtet, ka shihet pule vërtet. Ila nuk do e mbarosh gjithën o god. Nuk duhet të mbaroj gjithën. Sa do japësh vlerësimin? Shiko, për mua shumë e vështirë të jap 10 nga 10, duhet të jetë perfekte. Ti dhe 8 nga 10 asaj shpifurës. Më duhet të jap një 10 nga 10, nuk kam asnjë lloj ankese. Ishte like perfekte. Po ti? 11 nga 10. Vlerësimi për ne këtu ishte vlerësimi maksimal. Le të shohim sa do marri vendi radhës. Ja ku mbërritëm te Chipotleja. Më filmo duke dhënë porosin. Filmoje. Filmo. Atëherë nuk është drive-thru, do të porosisim brenda, ta marrim brenda dhe mund ta ham në makinë për shefin ton, a kupton? A kupto, se ferma kur do me konë lirë, a kupto? Do me konë lirë, a kupto? Kur ferma do me konë lirë, do me konë lirë. Edhe një femër kur do më kone lirë, a jetu pëto? Ky është Chipotle nga brenda. Po komentojnë për ne, tha do bëhemi të famshëm. Atëherë po i thotë që do një burrito me pak oriz, jo me shumë oriz, sepse s'na pëlqej edhe shumë orizi. Chicken, I'll do mild, cheese. Edhe guacamole. Tani jam mbështjell edhe ne jep neve porosin. Do shohim sa do jetë çmimi, mendoj se do jetë një çmim i lartë. E kam marrë Fionën jo që të jetë pjesë e videos time, por vetëm që t'i paguaj të gjitha. Para se të ham duhet të themi diçka. Ekziston një konspiracion ose le të themi një teori, sepse Shane Dawson e ka bërë proof që është teori. Nëse ti i nxjerr kamerën e celularit në Chipotle, ndërkohë që ato përgatisin ushqimin tënd dhe i bën video, ato i hedhin më shumë ushqim bollit ose burritos tënd. Po do të mendoj që është e vërtet sepse pulën hodhet më shumë se çetin normalisht, domethënë i hodhi 2 scoops. O me vërtet? Jo 2 scoops, i hodhi 1 gjys, po që është më shumë se sa pse normalisht sa het? Vetëm 1. Me vërtet? Po, që shumë pak. Nëse kjo është një burrito, kjo ishte $13. Po gjoja kjo është kualitet më i mirë, se ato ta mbushin aty para syve, e ndrojnë shumë shpesh ushqimin, është e freskët. Edhe ishte shumë busy dhe në çdo Chipotle që kam qenë fakt ka qenë gjithmonë busy. Edhe fakti që është busy tregon që ushqimi lëviz edhe nuk është se është i ndenjur ose whatever. Unë s'kam ngrënë kur burrito. Unë gjithmonë kur shkoj në Chipotle marr vetëm bowls. So this is my first time trying a burrito.
Tani unë kam fan shumë e madhe orizit dhe më duket shumë e çuditshme që po haj oriz brenda një wrapi. Po është burrito. E di, po like burrito isn't my thing. Po është e shishme, nuk mund të them që është e keqe. Do i jepja një 5 nga 10. 5 nga 10? S'më bën përshtypje, s'më pëlqen, është thjesht okay. Nëse në tërësi për çmimin edhe për kualitetin e ushqimit, unë jap një 7 nga 10. Vetëm se s'më pëlqen burrito. Bollit normalisht jap një 8 nga 10. Bolli është e mirë, dhe mua më pëlqen bolli. Ushqimi i radhës. Vendi i radhës, nuk mund të themi që është një fast food actually. Pse po e fusim në video në këtë? Po e fusim në video sepse është një vend super mega i famshëm kudo, në TikTok, në gjithë mbar botën. Janë crumble cookies. Jam shumë kurioze të provoj crumble cookies, jo sepse mua më pëlqejnë ëmbëlsirat, por duke qenë se është bërë super virale, dua ta di what the hype is about. Unë si haj gjërat e ëmbla dhe e di që do velem super shpejt sepse thonë që vetëm një crumble cookie ka sa kalori, like 800 kalori? 900 kalori vetëm një biskot. Mund shkojtë deri në 1000. Unë do i them më jep biskotën më popular, më të famshme. I wanted to have the most popular cookie for this week. Which one is that? Strawberry cupcake. Okay. Ky është crumble i famshëm. Shko kam asën time. I thash me biskotën më të famshme dhe më dha këtë. Më duket si quaj strawberry shortcake, nuk jam e sigurt, por me strawberry është, kështu që do e shohim. A ja vlen po jo? Le ta zbulojmë. Por nuk do ha biskotën tani, do e ha pasi të ham dhe në disa fast food të tjera, pasi të mbaroj me gjërat e kripura që të kemi ëmbëlsirën për në fund. Kështu që shndroni këtë video. Mos ikni nga video pa e parë se si është crumble cookie dhe sa është vlerësimi jon për të. Fast foodi i radhës është Taco Bell. Të gjithë e njihni Taco Bellin. Hello? Hello. I was just wondering what's the most popular item on the Taco Bell list? Crunch Wrap Supreme. Quhet Taco Bell sepse është një zile edhe taco. Does Taco Bell have tacos? Yes. Have you tried Krispy Kreme? Was it crispy? Have you ever had a Krispy Kreme? Was it crispy? No. Yeah, right. Duket kështu. Për t'ja tregoj kur ta kafshoj sepse s'duket gjë tani. Ishte $6? 6.44, 6.84, nuk e di. Atë është crunchy, prandaj bëjnë atë shurmë. Shpjegoj si çka ka brenda. Nuk është qita është mirë. Kam gjën dëm? Jo. Kam mish të grirë, sallatë jeshile, djath edhe domate. Për një kafshat tjetër me që... Na, kur han nga mesi është... I like this, I know I like it. Më gjithmonë më pëlqen kjo. Kena boll hungry, boll! Pse? Do ham crumble. $6. 5 nga 10. Po ti e dashti sa po the që e dashuroj e dua është super e mirë. Po mirë, këtë e haj për shembull kur dua diçka të pashëndetshme, në shije 6 nga 10. Po. Për mua është një 5 nga 10. Është shumë e rëndë në shije, like sikur po e ndjej këtu në fyt tani, sikur nuk po ma pranon trupi sepse është aq e pashëndetshme. Pra Taco Belli nuk mori një vlerësim shumë të shkëlqyer nga ana jon. Kështu që le të kalojmë ke sneku i radhës. Tani është momenti të ham fast foodin e fundit për këtë video dhe është fast foodi i fundit sepse jemi ngopur, jemi trashur, jemi fryr, jemi mbushur. Dhe tani do ham crumble cookie, të gjithë për biskota për të gjithë biskota që të gjithë e keni pritur është crumble cookie. Crumble është sa koka ime. The crumble cookie is actually crumbly, like it was almost crumbling in my hand. Shife do bie për pak. Ta bëjmë kafshatën e parë. Bëj kafshatën e parë. Mendoj që nga që kjo frosting është shumë e rëndë, është me vërtet shumë e butë. Era lirë shfrytëm. 700 kalori këtu. Nuk është ajo një kafshat 700 kalori, kështu thjesht ha një kafshat. Is crumble crumbly? Oh, the ASMR was so crispy, it was so crumbly. Në reagim në gjë, në u. Më duhet se po i pëlqej shumë sa që thjesht bëri zone out edhe thjesht me vërtet? Like actually? Yeah. Is it crumbly? Kam lënë copën më të mirë Hida. Copën më mirë, okay. Filmoj. Duhet shumë e mirë, it's crumbling. Oh, ka dhe gjë këtu në mes? Se shef ka një gjë në mes? I think it's like peanut butter. Nuk e di, le provojmë. S'po pëlqen? Më duhet se u brame me diabet vetëm me këtë kafshat. Është super e ëmbël, është shumë e butë, po jo në një aspekt të mirë, sikur ke recel në gojë. Më pëlqen. Ishte lirë të shija recel. Mirë, marr mua atë copën që ke ndër. Ah, okay. Do të thënë të chill. It's not for me.
It's Të na pëlqen shumë, it's like so. really good. Është super e ëmbël. Ooh, how is it so famous, bro? Mendoj se jam fix për Amerikën sepse amerikanët vdesin për gjëra super mega të ëmbla, kështu që ndoshta për shtatet fix për amerikanët. Un Crumblit, më falni të gjithë, unë jap like 0 nga 10. Mos ja fut kot o got. Ishte super e ëmbël, like Dero nga asnjë I'm nish. tweaking. Isha që but sigur e kishte kafshuar dikush parë, kishte Unë jap 7 mbacitur. nga 10, se mua më pëlqen që është ai që but. 7. Po. S'ka më shqip se kaq. Pra kjo ishte video për sot ku provuam fast foodet më të famshme në Boston dhe mendoj se të dyja e dim kush e ka fituar. Chick-fil-A? Yeah, Chick-fil-A. Një Chick-fil-A e Jo, ka fituar. actually what? do votoj Chipotle. Jam midis të dyjave, po Chick-fil-A është për një snack super të shijshme dhe super të pashëndetshme, ndërsa Chipotle është shumë e shijshme, edhe nuk është se është e shëndetshme, Okej, po Chipotle i dhe 8, Chick-fil-A i dhe 10, kështu që po është nga çmimi. Shumë i lartë Chipotle. Preferon që ka Chipotle, për mua është Chick-fil-A. Faleminderit shumë që ndeshit videon, shpresoj të ketë pëlqyer. Lini koment poshtë për komendoni ju se është e preferuara juaj. Kush e pëlqen? Nga ne të dyja. Jo, nga fast food bëni like, subscribe, share, comment, lini koment poshtë për video që të në shihni në vazhdim dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye!